Më njëherë duhet prezantoj të ftuarit Ilda Zhulali, antarja e Kryesisë së Partisë Demokratike. Mirë se erdhe. Ilda, dy kolegët e mi të nderuar nga Kapitali Pikal, vetë drejtuesi i tij, si gjithmonë Klodian Tomori, mirë se erdhe Klod. Bledian Koka, kolegu im, mirë se erdhët. Nga Kapitali, cilat janë të rejat e javës? Se flasim për politikën, po euro sot kishte kapur rekord 3. Po drejt fitoreve të reja. Fuqishëm drejt 90. Horizonteve të reja. Si tham, legu euro do pësot, se është forcuar legu. Po, megjithatë sot qarkullon edhe një lajm që ndoshta se kur hidhen kështu për të qarkulluar, ndoshta testohen dhe ujërat, që mund të kalojnë dhe tek euro, thuaj. Shqipëria të hiqi dorë nga leku. Ato janë pralla tani. Ka kod dhe jetë. Pralla, po urdhëro, kryeministri çfarë të deklarojë? Dëgjova me Martakosin? Duhet hyjmë njerë mbe, pasi të hyjmë mbe, duhet kalojnë edhe ndoshta një dekadë tjetër, dhe ka pas vende që kanë ndetur edhe më shumë, pra janë antarësuar mbe, dhe kanë ndetur me vitet tëra para se të hyjnë në Eurozonë. Po mirë, unë me qenë se ti do të sfidosh kështu me cinizëm dhe me skepticizëm, po ja unë do të vë vetë Edi Rama se çfarë ka deklaruar me Martakos, i është përgjigjur dhëm për dhëm të gjithë atyre që aludojnë se ai nuk ndryshon mendja. Ma vendos pak Elkieri, të lutem? Na duhet të shfuqizojmë ligjin për investimet strategjike, që është diçka për të cilin kemi disa kohë që kemi rënë dakord, sepse ky ligj ka përmbushur misionin e vet. Dhe po punojmë ngushtësisht edhe me komisionin për atë që do ta zëvendësoj të ligj. Kur bëhet fjalë për ligjin tjetër, nuk kemi asgjë për të shfuqizuar, edhe pse ka pasur një rezolut në Parlamentin Evropian që ka kërkuar këtë, por na duhet ta trajtojmë ligjin mbështetur në të gjitha standardet evropiane dhe të ndryshojmë brenda këtij ligji gjithçka që nuk është në pajtim me standardet evropiane. Pavarësisht se jena zhupën që kisha parë në program, një kërkesë bëri, hajde tha ti shfuqizojmë ato ndryshime, mendime që u bën tek ligji për zonat e mbrojtura dhe nuk u pranuat kalohet. Kryeministri Beri loi fjalësh aty sepse kërkesa e Bashkimit Evropian ishte e qartë. Shfuqizimin e amendimeve të ligjit për zonat e mbrojtura. 2024. Pra janë të gjitha amendimet ligjore që ju bën ligjit zonave të mbrojtura, të cilat mundsonin që në zonat e mbrojtura të ndërtohej. Pra Bashkimi Evropian po kërkon këtë, që këto ndryshime që ju bën ligjit të shfuqizohen dhe të rikthehet në gjendjen e mëparshme, pra të rikthehet ligji i mëparshëm. Deklarata e Bashkimit Evropian nuk thoshte që, shiko, tek ato ndryshimet janë ca që nuk rrinë, ca janë mirë, po ca që nuk rrinë, kështu që ti ndryshojmë ato. Jo, ata thonë shfuqizimin e plot të gjitha ndryshime. Kurse përsa i përket ligjit të investimeve strategjike, kryeministri është ndër të pakta atëherë që është i sinqert, ai ligje e ka përmbushur misionin e vet dhe me të vërtet misioni i atij ligji ishte të rrëmbente copat e Shqipërisë dhe të tjetërsonte ato drejt klientëve të qeverisë, drejt biznesmenëve që ndoshta janë edhe prestanome, dhe me atë ligj u shkatruan porte, u tjetërsuan qindra e mira hektar tokë në zonat më të lakmuara të Shqipërisë, pra në zonat bregdetare. Dhe me gjas ka ushqyer edhe Albanian, jo me gjas, po ka ushqyer edhe Albanian Files, librin e famshëm i cili më pas do të prodhonte 523 projekte. Sigurisht, ato kanë qenë të dyja të lidhura, sepse Albanian Files ishte pikërisht për ndërtime në zonat bregdetare kryesisht, por edhe kullat në Tiranë, dhe pastaj mekanizmi i cili bendet mundur tjetërsimin e këtyre zonave nga publike në
privat ishte pikërisht ligji I investimeve strategjike. Vetëm se Klodi ka diçka, në këtë periudhë, pra që kërkohet, lojëra e fjalëve, okay, po I blen kohë Edi Ramës. Në kohën që po flasim, sot kam lexuar edhe lajme të tjera për manovra që bëhen, lidhje me transferimet, tokash, pasurish publike, krijohen ca lloj agjencish etj, cilat kanë gjithmonë të njëjtin synim, që të merret pasuria publike, edhe po ndodh diku dhe në dërmi dhe në palas një veprim të tillë. Është skema e famshme me korporatën e investimeve, e cila është një tjetër mekanizëm po ashtu shumë kontrovers dhe që ka pra mundson edhe ky mekanizëm tjetërsim të pasurive publike dhe grabitje të pronave. Fillimisht u tentuan disa projekte kullash nëpër Tiranë ku me sa duket nuk pati shumë interes. Ose financimi që I pamundur. Dhe tani janë shtrirë, korporata është shtrinë në zonat bregdetare, në palas, në dërmi, ku... Tani që flasin vijon procesi, Po, sot kanë hapur një tender... Kanë hapur një tender të mi. Janë disa projekte, janë projektet Hospitality Albania, përmes të cilave më duke se u tjetërsuan, apo më sakt u dhanë tek privatët disa nga vilat qeveritare në Bregdet, rezidencat qeveritare. Tani është një projekt tjetër Copzat, I cili edhe ky është një mekanizëm po aq kontrovers, pasi thot që nëse një privat ka tokë në një territor dhe aty ngjitur ka dhe një tokë shtetërore, ky privati mund ta marrë atë tokën shtetërore nëse jep shtetit në këmbim një ndërtim, një pjesë nga ndërtimi. Dhe me këtë projekt do grabisin komisariatin e Dërmiut. Postën e policisë Dërmiut, po është pjesë e këtij. Pra janë morën portet, komisariatet, tjetër çka ka mbetur për çat mundin ku ka zona në vende të lakmueshme, kalojnë përmes këtyre skemave, gjasme do bëhen disa në palas disa godina publike dhe në këmbim merret tokë dhe u jepet privatëve për ndërtime private, për resorte, për rezidenca, pallate, vila. Pra Ilda, thënë ndryshe, del së bashku me Martakos, bën atë deklaratë që bën Martakos na kishte garantuar mos gaboj një muaj më parë se më ka dhënë garanci kryeministri që do rishikohet. Tani për të mos humbur në gjuhën e ligjeve, ajo që po ndodh në terren është vijimi I grabitjes së tokës publike dhe të hapësirës publike. Unë do të shohim vetëm bashkë një insert dhe më ndihmon pak me pesën e Elkert, lutem. Partia Demokratike për të dytën seancë radhazi ka bojkotuar punimet e parlamentit e shkak për këtë është bërë vendimi për të rrëzuar kërkesat e saj për interpelanca parlamentare lidhur me kërkesat e protestës apo ligjet klientelistet e qeverisë Rama. Së fund, u rrëzua dhe një kërkesë për debat për ligjin për tokën bujqësore që parashikon ndërtimin e strukturave eolike në tokë bujqësore. Ndërkohë, megjithse këtë të njëjtë nuk ishte paralajmëruar asnjë protestë para parlamentit të Shqipërisë, policia e shtetit ka blinduar hapësirën para kuvendit teksa zhvilloi seanca parlamentare. Si shiko dhe nga pamjet, një gard metalik është vënë në hapësirën para parlamentit, gjithashtu ka prani të shumë të forcave të rendit, forcave shqiponja, por dhe FNSH-s, së bashku me një makinë me ujë. Në hyrjen kryesore të parlamentit ka dhe prani të shumë të forcave të gardës. Ilda, procesi vijon dhe vijon, edhe në pranit Martakos dhe të ndërkombëtarëve mund të mashtroj lehtëshëm në Shqipëri duket që nuk ka asnjë lloj shqetësimi, opozita sot ka vendosur të bojkotojë edhe parlamentin, ndërkohë që vijon nuk është një lloj ngërçi I cili gjithsesi I shton fuqinë e Edi Ramës për të vijuar me të njëjtën taktik. Fuqinë nuk mund të jashtoj, po shiko, shime kë kemi